Reagjimi i Ledion Licos për lajmin e rënd që preku familjen Kelmendi ka tërhequr vëmendjen e publikut, pasi ai u shpreh me një mesazh të thjesht, por shumë emocional. Moderatori i njohur, i cili zakonisht shihet në ekran duke sjell energji dhe buzëqeshje, këtë herë zgjodhi të ndajë dhimbjen e tij përmes një fjale prekse, duke treguar anën njerëzore dhe të ndjeshme përballë një tragjedie të tillë. Në reagimin e tij publik, Liço shkroi: "I trishtuar nga ky lajm, i kopshëm për një familje të bukur që pak muaj më parë gëzonte. Bëhuni të fortë, atë do donte dhe engjëlli juaj." Këto fjalë kanë prekur jo vetëm familjen që po kalon këtë dhimbje të madhe, por edhe ndjekësit e shumtë të moderatorit, të cilët e pan këtë mesazh si një shenjë të fortë solidariteti dhe respekti. Ky reagim erdhi menjëherë pas lajmit se Eldion Kelmendi, vëllai i artistit të njohur Gjesti, kishte humbur jetën në një aksident tragjik në Pej. Dhimbja që ka shkaktuar kjo ngjarje është reflektuar edhe te njerëzit e njohur publikisht, të cilët nuk kanë nguruar të shprehin ngushëllimet e tyre. Për Ledionin, që ka qenë gjithmonë pranë artistëve dhe ka ndarë me ta skenën televizive, ky ishte një moment i rënd që kërkonte një reagim të sinqert. Ndjekësit e Liços kanë reaguar me dhjetra komente mbështetëse, duke ndarë mendimin se fjalët e tij ishin të mbushura me dhimbje, por edhe forcë. Për shumë prej tyre, mesazhi i moderatorit ishte një kujtesë se edhe figurat publike, përtej shkëlqimit e ekranit, janë të lidhur fort me realitetin dhe përjetojnë po të njëjtën dhëmshëri si çdo qytetar tjetër. Ky gest i thjesht, por i ndjer, i Ledion Liços tregon qartë rëndësinë që ka mbështetja morale në momente të tilla. Për familjen Kelmendi, çdo fjalë ngushëllimi është një ndihmë shpirtërore për të përballuar më lehtë dhimbjen e madhe. Ndërsa për publikun, reagimi i tij mbetet një shembull i bukur i solidaritetit dhe humanizmit që shpesh mungon në jetën e përditshme.